Sot është 28 nëntor. 28 nëntori ka rëndësi të veçantë në historinë tonë. Që nga periudha e Skënderbeu deri tek periudha Ismail Gjemal. Janë periudha tepër të rëndësishme ku në të cilat kombi shqiptar ka dhënë shumë, ka dhënë jetë njerëzish, ka sakrifikuar shumë për identitet e dinjitet, për simbole kombëtare e gjuhëtare, sepse kemi pas shtrirjen në një zonë ku lirshëm mund të thuhet si pllakat tektonike. Të gjitha rrymat, përplasjet, lëvizjet, pikërisht bëheshin në hapësirat shqiptare. Sepse për nga interesi strategjik, gjeopolitik, zona ku jetonin shqiptarët dhe ku jetojnë ishte në rëndësi të veçantë për dalje në Adriatik të forcave slave të udhëhequra nga Rusia. Po t'i kthesh telegrameve të kohës dhe po të lexosh urdhrin e Moskës, edhe sot paraqetet lëkura në shtat për vrasjen e Bajramcurit, ku Moska jep direktivë vrisni Bajramcurin tribunin popullor, sepse ai është pengesa që organizon shqiptarët, diti ju organizoj shqiptarët, dhe është pengesë për daljen tonë në brigjet e Adriatikit. Jo vetëm Bajramcurin, qëllimin ja arritën. Vranë dhe Hasan Prishtinën, vranë Azem Bejtën, vranë Saboletini, vranë Kalozhdan, të gjithë ata që ishën pengesë që pengonin lëvizje slave për të prekur brigjet e Adriatikit. Në të gjitha këto përpjekje, ne në ka prit një simbol, flamuri ynë kombëtar. Me fanatizëm e kemi ruajtur, me fanatizëm e kemi mbrojtur, dhe nuk është as pak e thonë si në legjenda. Besoni që 1981 flamurin pavarësisht vrasjeve që bëshën demonstrata, flamuri kur nuk parate të shpiljet nga zëngjiret e tankësave të Serbisë. E mbajtëm lartë. Ky flamur lartë mbajt në luftë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky flamur lartë është mbajt në ushtrisë shqiptare kombëtare, dhe ky flamur për tokë nuk ka kam. Dhe nuk do bje derisa tjetë gjallë një për në stërni për të Skënderbeu. Ta dem jasharë. E të gjithë të rëndet për liri e për drejtësi. Ne rrugën tonë të vazhdojmë. Ne jemi të pandanshëm. Hekurin sa ma shumë që e kalit, a I bëhet gjeli. Mos kujtojnë të tjerë që na kanë dobësuar. Ne edhe ma të fort jemi. Ne edhe ma të organizuar jemi. Ne edhe ma të mobilizuar jemi. Ne edhe ma të strukturuar do jemi si në ndërtimet e politikave që të shtrohen. Unë ju kam ftuar që të festojmë bashkë
këtu, në familjen tonë të madhe, rroth populli shqiptar, rroth i tërë dhe të tërë popujt liridashës, lavdi të gjithë të rëndë për liri në të gjithë të hapësirat shqiptare dhe në të gjithë të periudat e luftrave dhe rezistencës kombëtare shqiptare. Urime të gjithë shqiptarë, në emër të gjithë juaj këtu, të shëndesh shqiptarë.